Dje më tronditi lajmi kër e pash Klan Kosova, e pash një YouTube, e kështë qitë një fotografi, Adem Jashari bashkëpunëtor i Sheshelit. Veç këshërën e popull, Klan Kosova, çka ka postu dje, në faqen e parë, Adem Jashari, në tjetër nanu që kënë, me disë këshën shtin Sheshelin, edhe në tjetër nanu Adem Jasharin, me titull Adem Jashari bashkëpunon me Sheshelin. Klan Kosova kini poshtë, lexon e mirë. O ju patriota, opozit, e ju veteran, e ju komandanta, që për thoni vetit jem dikushi, qysh nuk për mundi me dal me reagu kundra kësaj faqezije që del gruja e ish deputetit, e ish ministrit, që kam një farë lupa. Thash, se kjo është Klan Kosova, Klan Today, që është e sabajt, ajo pevaqica atina e arrova emnin, nëse pedini kush është ajo. E qëtë fotografien, a tjetëri dela nena thët në televizionin tjetër në Dugaxhin, për shdo herë të tone të mbrojt ashim thaqin, të mbrojt të qykën, të mbrojt. Kurse shoqja atina i qëtë titujt në për televizion, në për gazeta, në për YouTube, në për sene, i qëtë Adem Jashari bashkëpunëtor me Sheshelin. Qërë dhe ku kanë mërin këta pisa me denigru edhe familjen të ashtë të Adem Jashari. 80% e popullatës, ngon e mirë, nuk hinë me këqyrë video në plot shka folët mrena në ta. 80% e njerëzve e shojnë veç fotografien edhe lexojnë titullin. 80% e popullit shqiptar e shojnë që titulli është Adem Jashari bashkëpunon me Sheshelin. Edhe e ka përcen, nuk nalën gjinja me hinja ato me ngu videon e Klan Kosovës, ose asaj pevaçicës që është ato që i banë këto marina. Po mu, po më vjen interesant, qysh nuk reagojnë këta veteran, këto organizatat kështë dalën për luftës, këta farë pasonikt që janë bonë, se këta veç veteran nuk janë, se këta janë parti kraj djati për dykës. Se këta nuk e mbrojnë kërkonin, ta mbrojnë veç vetin pasunien e veç që kanë bo ka 200-300 hektar tokë, se se mbrojnë kërkan. Me paskon këta që mbrojnë dikan, ta këshin mbrojt ushtarë që halo sot mbledhen ekra rrugëve. Po me dal me i deklarat, me thonë, kjo është e papranueshme, qysh në televizion kombëtar, ta qetë në faqen e parë, në YouTube, për shembull ta qetë ato trak fotografien Adem Jashari bashkëpunon me Sheshelin. A një mërë në menjo, o patriota, që një mërë sët pak, fjelli, po nuk shkojnë mërë kështu gjithë Mos më shqit një mu, taj me shqit pordë, e të poshtë e përbjet me thonë, je po na jem kështu, je po na kena shlirua, je po na kena luftua, veç jo keni luftua. Tjerës pas ka luftu kërkosh, veç jo pas ke luftu, veç jo pas ke shliru. Ju 20 veç, ato shkajnë në kryesi, veterandë edhe u krypuna, tjertë kur gjonë s'kanë bon. Edhe nuk keni në gjene sot me dalë, me thonë asoj pevaçicës Dardangashit, me thonë, pevaçico, këshërë, mos banë kësi mashtrime, mos qëtë kësi fotografi, mos i banë këto sene, se nuk shkën, nuk banë, do të me konë ndalu me rëpsisht, edhe për shtetit, i Bajthire edhe Albin Kurtit, që gjithë qysh këto sene do të më ndalu, nuk do të mi leju, një televizion, një gazet, një ke kushke, që e qëtë një fotografi njejtë, sukur kjo, që e po shone, kjo do të më denu, me 100.000, 200.000, që tjetëri nuk guxon me qitë. Se këta po thiren, kështë e pëmbrojnë në qëkën, e qisin fotografin, në balë, thëjnë Adem Jashari bashkëpunëtor i Sheshelit. Çka me thonë juve, veteran, komandanta, patriota, opozit, PDK, LDK, AK, Nisma, çka me thonë juve? A nuk isheni këtua? Me pas bot njëjtën punë, që të fotografi me pas qitë Albinin akon me në fër video, dhe qka kështë i bon ju?
A diçka kishi bo, në kishi tranu. A kur pëqet një vetë, kur gjo, nuk bani zonë heq kërkush. Nuk shkon kështu. Mos boj patriota me bateria të AliExpressit. Se veç hojna e një, se kur gjosin e ma shumë. Hojna. Ju përshëndesa dhe krejt ata që kanë këshyrë videon dhe në fund mundësish në qëse mund për video tjera me bon subscribe në kanalin tem. Me qefa, jo me zara, aj që nuk i pëlqen video të mija, veç e ka përcen edhe qau, miro pofshin. Unë smirna personale me kërkonin, unë e fulli në përgjësi, me fakte, ta qes videon, ta qes zonin, ta qes shka kanë thonë ata, jo shka thamune, po shka kanë thonë vetë ata, e ta një japë mendimin tam, qka mendoj unë për këtë sene. Jo përshëndes e kaloni mirë.